Gjykata penale e Shkupit I ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh Angel Saramakov, polic nga drejtoria e 6 e MPB-s, I cili deri dje ishte pjesë e sigurimit të kryeministrit Hristijan Mickoski. Saramakov dyshohet për veprën penale, zbulimi I sekretit shtetëror, për përfitim ose shfrytëzim të dhënave jashtë vendit, për të cilin dënimi minimal është 1 vit, ndërsa nuk parashikohet maksimumi dhe mund të shkojë deri në 20 vite burg. Saramakov u arrestua në Veles së bashku me një person tjetër dhe me një çantë shpine të mbushur me dokumente zyrtare policore. Informacionet sekrete dyshohet se I ka ndarë me grupin e Gërçesit. Nga LSDM thonë se në presion të opinionit, MPB u detyrua të njoftoj për arrestimin e truprojës së kryeministrit. Ndërsa nga VMRO thonë se pavarësisht nëse ka qenë antar I LSDM-s, VMRO-s apo sigurim I kryeministrit, për kriminalët nuk do të ketë mëshirë. Saramakov ishte pjesë e sigurisë së kryeministrit Mickoski pas marrjes së pushtetit dhe emërimit të tij për kryeministër.